pyetjen e parë. Elvis Rexha, Digital Mister së pari, turojmë suksese në këtë aventurë dhe sa vështirë ka qenë përzgjedhja e lojtarëve dhe çfarë pritshmërish kemi nga emri më i ri që kemi, Luis Hasa. Prima di tutto, in bocca al lupo per questa avventura. Quanto difficile è stato di decidere dai giocatori che vuoi convocare e cosa aspetti del nuovo giocatore Luis Hasa? Allora, Mirdita e viva il lupo. Grazie. Ma è stato difficile, io ho seguito, sicuramente c'era una waiting list e ho cercato di concentrarmi su quella lista perché era già stata fatta e ho cercato di vedere e di capire quelli che stavano bene, quelli che non erano infortunati, perché ce ne sono molti purtroppo. Se volete ve li elenco già prima così evitiamo. Sono riuscito a parlare anche con Stracoscia, con Daisinani, Mucci, Manai e Gripsci, con i quali sono riuscito anche a parlare e alcuni sono venuti qua come Mucci, Gripsci, Manai, Desinani, mentre Stracoscia sta seguendo la sua rieducazione, per cui l'ho sentito solo per telefono. E per cui ho seguito questa lista. Non è che è ovvio che avrei voluto convocarne di più, però per una questione anche perché il lavoro possa proseguire bene ho cercato di ridurre neanche di ridurre, di arrivare al massimo possibile per vederne più possibile, perché questa è una fase in cui io devo cercare di conoscere più giocatori, sarà interessante perché sono partite in preparazione a quelle che verranno, saranno fondamentali, per cui su questa lista ho cercato di capire e di vedere chi poteva essere più funzionale. Però avrei voluto che fosse più grande questa lista, proprio perché c'è questa possibilità e volevo sfruttare al meglio. Seguirò da vicino poi tutti quanti nel proseguo, quando rinizierà la stagione. Do kisha dashur sigurisht që të ishte pak më e gjatë kjo listë, sepse kam dëshirë që sigurisht të shikoj të gjithë lojtarët dhe të shikoj se cilët mund të jenë më funksional për t'u përshtatur edhe ndeshjeve, duke qenë se janë dy ndeshje të cilat do të jenë fundamentale për përgatitjen e ekipit edhe për në vazhdim. Ka qenë e vështirë, por nga njëra anë unë jam përqendruar dhe jam referuar edhe waiting listës, listës së madhe që xha ishte e krijuar dhe sigurisht kam punuar për të kuptuar pak më mirë edhe se si është gjendja e lojtarëve, duke qenë se një pjesë prej tyre nëse janë mirë në kushtet fizike ose nga ana tjetër nëse se si po ju shkon dëmtimi, dhe mund të përmend edhe emrat e lojtarëve të cilët në fakt janë të dëmtuar, Strakoshat me të cilin kam komunikuar nëpërmjet telefonit edhe po vijon ndërkohë edhe procesin e tij të rikuperimit atje ku ndodhet, ndërkohë që po ashtu kemi pasur komunikim dhe jemi takuar me Dajsinanin, me Muçin, me Manaj dhe Gripshin, të cilët kanë qenë edhe këtu, na kanë vizituar dhe kanë bërë vlerësime të duhura edhe në klinikën tonë, kështu që sigurisht është e rëndësishme edhe të punohet në këtë aspekt edhe për të arritur edhe për të marrë maksimumin nga këta lojtarë, sepse sigurisht do të jenë dy ndeshje shumë të rëndësishme. Përshëndetje mister, Gentiana Linani, Televizioni Klan. Pak ditë pasi ju zyrtarizuat si trajneri kombëtar, zhvilluam një bisedë me Edgar Çanin, ish lojtarin tuaj tek Atane dhe kombëtaren shqiptare, i cili tha se me Maranin sulmuesit shënojnë shumë dhe Armando Broja do të bëj atë hapin cilësor në këtë aventurë. Çfarë mendoni ju? Dopo che tu hai fatto la conferenza ufficiale che sei diventato allenatore della nazionale albanese, abbiamo avuto una conversazione con l'attaccante Edgar Çani, che voi conosce bene, e lui ha detto che con il mister Maran i attaccanti normalmente segnano tanto, così sarà un momento anche forse per Armando Broja per provare anche se stesso in questo caso. Mi fa piacere che così lo saluto, non ho ancora avuto la possibilità di salutare Çani. Mi fa piacere abbia detto questo. È vero che quasi sempre gli attaccanti con me hanno raggiunto il massimo delle realizzazioni, hanno il record di gol nelle loro stagioni. Questo significa che la squadra costruisce sempre molto per poter far sì che si realizzi, che l'attaccante possa fare molti gol. Se fa molti gol vuol dire che i risultati probabilmente è più facile che siano favorevoli, e per cui questo è un buon segno. E io credo che questa
possa aiutare Broja, ma possa aiutare anche gli altri attaccanti. Credo una nazionale non ha bisogno di più giocatori perché si gioca in più fasi, perché si giocano partite ravvicinate. E io sono convinto che quello che faremo, il lavoro che porteremo in campo aiuterà i nostri attaccanti a diventare più prolifici e riuscire a fare tanti gol che servono a questa nazionale che ne ha bisogno di gol. Jam I lumtur, jam I kënaqur për atë që ka thënë, në fakt dhe gjej rastin dhe për të përshëndetur Edgar Çanin, është e vërtetë, në fakt gjatë punës time ka rastisur gjithmonë që lojtarët kanë arritur të shënojnë një rekord golash për gjatë sezonit dhe sigurisht që kur skuadra ndërton shumë do thotë që edhe ndihmon dhe sulmin që të shënojnë. Në këtë rast sigurisht nëse arrin të shënosh dhe rezultatet mund të jenë më të favorshme dhe kjo është një shenjë e mirë për skuadrën. Kjo gjë mund të ndihmojë Armando Brojen, por mund të ndihmojë edhe lojtarët e tjerë dhe sulmuesit e tjerë. Sigurisht sepse në një kombëtare sa më shumë të punohet në grupe dhe të arrihet të ketë rezultate edhe nëpërmjet golave, është diçka që dhe unë jam I bindur fakt që me punën që ne do të bëjmë në fushë, do të ndihmojmë sulmuesit, por edhe në përgjithësi gjithë skuadrën që të arrijë goli dhe sigurisht që pas golit vinë edhe rezultatet. Sabina. Përshëndetje, Sabina Mete, RTS Sport. Së pari suksese në këto 2 sfida miqësore. Pam emra të rinj dhe rikthime në listën tuaj, gjithashtu edhe emra që mungojnë, siç është ai Ivan Balliut. Një lojtar që shkon në finalen e Conference Ligës, pavarësisht se nuk luan. Kemi luksin të mos ta ftojmë ose cila është arsyeja pse mungon në këtë listë? Faleminderit. In bocca al lupo prima di tutto e anche abbiamo visto dei rientri che I giocatori che hanno rientrato con la nazionale, ma abbiamo visto che manca Ivan Balliu, un giocatore che anche se non ha giocato è stato parte della squadra giocando nella finale di Conference League. Perché qual era la ragione che lui non fa parte della lista? Io ho parlato con Ivan 3-4 giorni fa e lui è stato molto onesto e mi è piaciuto molto perché si è preso del tempo perché anche lui non sa se continuare questa sua avventura con la nazionale e mi ha chiesto di prendersi questo tempo che a me sembrava giusto a un giocatore così dargli questo tempo perché mi sembrava doveroso, un giocatore che ha fatto tanta nazionale e che in questo momento ha bisogno di capire se andare avanti con la nazionale, solo per questo. Kam folur me Ivan Balliun 3-4 ditë më parë dhe në fakt ka qenë shumë I sinqert në konstatimin e tij që nuk e di ende nëse do të vazhdoj të luaj për kombëtaren edhe kishte nevojë për pak kohë, të merrte pak kohë për të vendosur edhe mua më duket kjo është gjëja e dur, sigurisht një lojtar I cili ka bërë për kombëtaren, ka luajtur shumë ndeshje për kombëtaren dhe besoj se është gjëja e dur në këtë rast që ai të marrë kohë për të menduar. Sina. Përshëndetje, Ervin Sina, Vision Plus. Suksese, mister. Aventurën e re. Fakt është një pyetje që do të kisha dashur ta bëja që në momentin e prezantimit, po rikthehem, duke parë edhe listën, sepse është shumë aktuale edhe si pyetje. Duke marrë në konsiderat që ka shumë pakresi në raport me atë që unë paktën kisha pritshmëri. Kjo është një pritshmëri personale.